Nesër rikthehen punimet e parlamentit. Kjo është përballja e dytë pas zgjedhjeve mes forcave politike. Opozita ka paralajmëruar se do të bëjë betejë brenda institucioneve për të çmontuar, siç thot ajo, farsën elektorale. Mesazhi i ambasadës amerikane për zgjedhjet e 11 majit për Berishën as nuk e mohon, por as nuk e pohon farsën zgjedhore. Ai vijoi të akuzoi për manipulim, ndërsa i kërkoi nga Celibashi të jap proces verbale të qendrave të votimit. Kush nuk paguan detyrimet tatimore i sekuestrohet automjeti. Marrëveshja u nënshkrua nga Drejtoria e Tatimeve dhe Transporti Rrugor. Tatimet informojnë gjithashtu se në sit janë edhe pronarët e mjeteve të luksit. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj do të gjykohet me vete me procedurë të zakonshme. Ky është vendimi i gjykatës së posaçme për dosjen e sterilizimit. 8 të pandehurit e tjerë do të përfitojnë uljen e 1/3 së dënimit nëse shpallen fajtor. 900 milion euro investime do të ofroj Bergj në 5 vitet e ardhshme. Gjatë një takimi me përfaqësues të këtij institucioni, Seko ka deklaruar se sfidat më të mëdha janë kostot nga tensionet e jashtme dhe mungesa e punonjësve të kualifikuar. Jo zgjerim të NATO-s drejt lindjes, heqjen e sanksioneve ndaj Rusisë dhe neutraliteti i Ukrainës janë disa nga kushtet e presidentit Putin pranë pushimin. Moska propozon mbajtjen e bisedimeve në Stamboll më 2 qershor.